Piramida ushqimore, një nga modelet më të njohura orientuese për ushqyerjen e shëndetshme, por rikthehet në vëmendje me një qasje të re. Ndryshimet e fundit propozojnë një riorganizim të grupeve ushqimore, duke vendosur proteinat në bazë të dietës së përditshme dhe duke ulur rolin e karbohidrateve. Sipas specialistes Anila Kalleshi, kjo qasje e re lidhet me shqetësimet në rritje për shëndetin metabolik, shtimin në peshë dhe sëmundjet kardiovaskulare, të cilat shpesh shoqërohen me konsum të lartë të karbohidrateve të rafinuara. Piramida ushqimore e propozuar nga Robert Kennedy Jr. natyrisht fokusohet në konsumimin e më shumë proteinave dhe shmangjen e karbohidrateve si le të themi faktor rrezikues ndaj rezistencës insulinike, por gjithashtu dhe problemeve kardiake, le të themi shtimit të peshës, mosfrenimit të urisë, të oreksit dhe një sër faktorësh të tjerë. Modelet e reja synojnë gjithashtu reduktimin e ushqimeve ultra të përpunuara, fast foodeve, por edhe produkteve me konservant që konsiderohen të dëmshme për shëndetin e popullatës. Kjo piramidë është kthyer me kokë poshtë, le të themi, ku në bazë të saj janë vënë të gjitha ushqimet proteinike. Unë besoj që edhe kjo iniciativë ka në fokus, le të themi, ushqyerjen e shëndetshme duke shmangur ndoshta ushqimet e ultra të procesuara. Amerika është një vend i cili të ofron ushqime shumë të procesuara, flasim për fast foodet, ushqimet e paketuara, me ngjyrosës, aromatizues, konservant, të gjitha këto janë në dëm të popullatës dhe natyrisht popullatës i kushton shumë. Megjithatë, ekspertët theksojnë se efikasiteti i çdo piramide ushqimore varet nga niveli i ndërgjegjësimit dhe edukimit ushqimor të individëve.